I akuzuari Izet Sheshiri është fajtor edhe për veprën penale, mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të anëve. Në mbështetje të dispozitave të Kodit Penal të Republikës Kosovës dhe Kodit të Procedurës Penale, kjo gjykatë shqipton dënimet si vija. Të akuzuarin Izet Sheshiri e gjykon me dënim me burgim në kozgjatje prej 20 viteve dhe 60.000 euro gjob për veprën penale të parë, ndërsa për veprën e dytë penale 3.000 euro gjob. Gjithsej 63.000 euro gjob. Në dënimin e shqiptuar me burgim, i llogaritet edhe koha e kaluar në masën e paraburgimit. Të akuzuarin Faton Vrajolli e gjykon me dënim me burgim në kozgjatje prej 20 viteve dhe 30.000 euro gjob. Në dënimin e shqiptuar me burgim, i llogaritet koha e kaluar në masën e paraburgimit. Të akuzuarin Kadri Sheshiri e gjykon me dënim me burgim në kozgjatje prej 15 viteve dhe 5.000 euro gjob. Në dënimin e shqiptuar me burgim, i llogaritet koha e kaluar në masën e arrestit shtëpiak dhe të paraburgimit. Të akuzuarin Kadri Ibrahimi e gjykon me dënim me burgim në kozgjatje prej 10 viteve dhe 5.000 euro gjob. Në dënimin e shqiptuar me burgim, i llogaritet koha e kaluar në masën e arrestit shtëpiak dhe të paraburgimit. Të akuzuarin Femi Bytyqi e gjykon me dënim me burgim në kozgjatje prej 10 viteve dhe 5.000 euro gjob. Në dënimin e shqiptuar me burgim, i llogaritet koha e kaluar në masën e arrestit shtëpiak dhe paraburgimit. Të akuzuarve Izet Sheshiri, Faton Vrajolli dhe Kadri Sheshiri ju vazhdohet masa e paraburgimit deri në plotësishmëri të këtij aktgjykimi, por jo më gjatë se dënimi i shqiptuar, ndërsa me aktvendim të veçantë të akuzuarve Kadri Ibrahimi dhe Femi Bytyqi ju caktohet masa e paraburgimit deri në plotësishmëri të këtij aktgjykimi, por jo më gjatë se dënimi i shqiptuar. Sa i përket dënimeve me gjob, nëse të akuzuarat nuk dëshirojnë ose nuk mund të paguajnë gjobën, gjykata konformnenit 43, paragrafi 3 të Kodit Penal të Republikës Kosovës mund të vendsoj dënimin me gjob me dënim me burgim ku një ditë burgim llogaritet në 20 euro gjob. Konfiskohen sasia e narkotikut, me rast urdhërohet edhe shkatrimi i saj. E po ashtu konfiskohen edhe mjetet që kanë lidhshmëri me veprën penale të kryer, të propozuar si në akt akusi dhe mjetet monetare të sekuestruara. Konfiskohet arma për cilën është shpallur fajtor i akuzuar Izet Sheshiri. Lidhur me shpenzimet e procedurës penale të akuzuarat që janë gjetur fajtor, secili veç e veç, urdhërohet që në emër të shpenzimit procedurës në këshillën juridike që kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 30 ditësh nga dita e marrjes së të njëjtës gjykatës së apelit në Prishtinë.